ai njeri i cili thot, unë kërkoj falje tek Allahu, i cili është një dhe i vetëm, i cili është i gjallë dhe vigjilent, Allahu do t'ja falë mëkatet madje, edhe nëse ka ik nga fush betejë. Pse është përmendur ky mëkat? Në çka klasifikohet ikja nga betejë? Klasifikohet në kuadër të gjunaheve më të mëdha. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka përmend se gjunahet e mëdha janë shumë, por prej tyre 7 janë veçuar si shkatërrues, si kanë potencial që me shkatërru njeriu. Dhe prej tyre gjunaheve është edhe me ik nga fush betejë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po thotë, në qoftë se njeriu e ka bërë këtë mëkat, edhe pastaj ka kërku falje, ka thonë Allah fal mi gjunahet, ti i gjallit, gjithçka është në dorën tënde, Allahu ja fal mëkatin edhe nëse është ky mëkat.